Ditët e bekuara të Gushtit në Dropull krijojnë gjithmonë premisa për të takuar me të afërmit, bashkëfshatarët, emigrantët që kthehen në vendlindje. Nisma e mësuese së nderuar, e cila kthehet çdo sezon vere nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zonjës Antoneta Varsami në Gorancit të Dropullit Poshtëm, për të takuar me një shtëpi të kyçur me drynë, gjeti për krahjen e grave të tjera në fshat. Çdo vit që vi në fshat, para se të vi 3-4 muaj mendoj kur të vete në fshat, çfarë mund të bëj për fshatin tim. Edhe si vjet më lindi kjo ideja, gjeta mbështetjen e shoqeve në fshat, se ato bën punë më të madhe, pastrimin dhe të gjitha, edhe kemi këtë ditën e sotme që është shumë e gëzuar për ne dhe për të gjithë. Keni ndonjë mesazh për drejtuesit e bashkisë, për pushtetin vendor, për shtetin? Në qoftë se munden të jenë sa më afër nesh, na ndihmojnë siç na ndihmuan deri më sot. Por në qoftë se do bëjmë diçka më tepër, se shtëpia do disa gjëra më tepër që mos bjeri çatia dhe to ishte mirë të ishim pranë, po janë pranë. Kryetari i bashkisë sa i tham me njëherë, erdhi, u interesua, në ndihmoi për shumë gjëra. Edhe kjo është inkurajuese. Zonja Kresanthi Ngjelo, mbat me supe pothuajse 9 dekada jete dhe historie. Një nisëm e thjesht, bëri të mundur të riapet shtëpia që lindi dhe kaloi vitet e fëmijërisë së rinisë së saj. Gjithsesi, ajo ka një kërkesë ndaj drejtuesve vendor. Kur është ndërtuar shtëpia juaj? Në çfarë viti? Është ndërtuar në vitin 1852. Ato e mbaj mund që u ishte shkruar në portën e jashtme të hyrjes së shtëpisë. Shtëpia u mbil kur vdiki babai ishte 100 vjeç që vdiq, në vitin 2004. Po. Shtëpia të mbetet si muzeumi i fshatit, se është një shtëpi e vjetër që nuk është bërë asnjë ndryshim këtu brenda, se nuk u kishte djemë që ta rregullonin dhe mbeti kështu siç ishte. Ky takim i thjesht u kthye në një festë të madhe, çmallje me njerëz të dashur, mikpritje me gatime tradicionale të zonës, por edhe muzikë apo valle tropullite.